A jeti dikujt? Po, unë jam vetëm i nonës e i babës tim, domethënë deri 18 vjeç, pastaj jam vetëm i gent. Sepse jo se nuk kam pasur oferta për të ushqitur, domethënë për të ushqitur. Për të marrë poste o fiqe, ku e di unë, të ktheu, bëu. Për të blerë, pra i bie. Domethënë kanë qenë oferta tilla, por nuk i kam pranuar sepse unë kam ndërtuar jetën time, kam ndërtuar me forcat e mia në mënyrë private. Nuk më intereson domethënë kjo pjesë. Kështu që nuk kam qef të përdor atë shprehjen qenë të letë lejnë, se njerëzit nuk janë qenë, edhe kur sillen si të tillë. Ka dashakeqje sa duash, ka njerëz me smir, ka njerëz që kanë pas x nate me ty diku, ose s'të njohin fare, po marrin përsipër domethënë të krijojnë histori mbi ty. Dihet ky muhabet, po unë nga bota e medias vi. Kam dëgjuar nga të gjitha, kupton? Erdhi ky i dështuari, erdhi ky ka ngel pa leka ndej, vjen këtej do të kapi në një gjë. Këto janë gjë, ndonjëherë këto mund të jenë edhe ndoshta edhe të projektuar edhe nga vetë njerëzit që ato forcat që mundohen të infiltrohen nëpër protesta. Është qartë. Çdo gjë është e mundshme, domethënë manipulimi i opinionit është gjëja si thosh më e kollajt që njerëzit mund të tentojnë të bëjnë. Por është e pritshme. Fjalimi im aty nuk është si ishte i përgatitur.